Vetizolimi nga familje. Të izolohesh dhe të vetëmbyllesh larg familjarëve të tjerë është një sëmundje e cila nuk vjen për një çast apo brenda një nate dhe dite. Ajo është gozhda e parë që ngulet në rrugën drejt divorcit. Kjo është gozhda e parë e rrugës që ndjekin të rinj tanë për të mbritur te përdorimi i drogave. Ky është shkaku i parë që vajza juaj ta kërkojë dëmshurinë dhe dashurinë jashtë mureve të shtëpisë dhe larg familjes. Kjo sëmundje është një ndër faktorët kryesor të tradhtive bashkëtorë. Ajo është një sëmundje që e prek familjen në mënyrë graduale dhe të përshkallëzuar. Askush nuk izolohet dhe vetëmbyllet nga familjarët e tjerë brenda një nate dhe një dite. Sëmundja fillon kur familja nuk del bashkarisht, siç dilte më parë. Mandej kjo pasohet nga ngrënia e vakteve secili veç e veç. Kjo pasohet nga reduktimi i bisedave mes familjarëve. Pas këtaj, radhën e kanë interesat e përbashkëta, ku të gjithë e kanë mendjen te halli i tyre. Pas 2-3 vitesh, familjarët as që e shohin më njëri tjetrin, edhe pse jetojnë në një çati dhe dhomat i kanë ngjitur. Gjatë një eksperimenti, shkencëtarët panë se bretkosat sapo hidheshin në ujë të valuar, kërcenin lart me njëherë dhe largoheshin. Shkencëtarët e përsëritën eksperimentin, por këtë herë duke i futur bretkosat në ujë të vakët. Mandej, shkencëtarët filluan duke e nxehur ujin në mënyrë të përshkallëzuar. Sa më shumë nxehej uji, mekanizmat mbrojtëse të bretkosave aktivizoheshin, duke bërë që këto kafshë të familiarizoheshin me temperaturën e ujit. Uji vazhdoi të nxehej derisa arriti temperaturën e vlimit, por atëherë bretkosat kishin humbur shansin për të kërcyer. Ato ngordhën gjitha pa u ndjerë. Uji i familjeve tona nuk ka arritur në temperaturën e vlimit, por duhet ta dim se është nxehur shumë. Këto tema kanë si qëllim që ta ulin temperaturën e ujit dhe të mos lejojnë të zjejë, duke i marrë frymën dhe gjetën familjeve tona. Në fakt, ky ujë ka filluar të vlojë në disa shtëpi. Tek tuk dëgjojmë tradhti bashkëtorë. Diku tjetër dëgjojmë se një zonjë nderuar flet në çat me burrat huaj, pas krahëve të shoqit. Një tjetër flet në telefon me një burr të panjohur. Një iri që ndron natë ditë me shokët e tij pa pyetur për prindrit.